Ditën e sotme, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha u takua në Bruksel me komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Në fokus ishte procesi avancuar i negociatave të antarësimit me theksin të rëndësia e ruajtjes së momentumit aktual dhe vijimit përpara me konsistencë në këtë rrugë. Zgjedhja e Shqipërisë, sipas Hoxhës, është e qartë. Rruga e saj drejt BE-s është e ndërtuar mbi angazhime të forta, reforma të qëndrueshme dhe rezultate konkrete. Ministri i Jashtëm shtoi se në takim diskutuan gjithashtu zbatimin e agjendës reformave në kuadër të planit të rritjes, i cili në rastin e Shqipërisë plotëson procesin e antarësimit në BE dhe sjell përfitime të prekshme për qytetarët. Hoxha nënvizoi se harmonizimi i vazhdueshëm me standardet e BE-s, forcimi i sundimit të ligjit dhe një gjyqësori të pavarur e profesional, si dhe progresi i qëndrueshëm në të gjithë grupakitujt e negociatave mbeten prioritetet tona të përditshme. Përgjatë takimit u theksua edhe rëndësia e një komunikimi të qartë mbi përfitimet dhe mbi përgjegjësitë e zgjerimit, me synim rritjen e mbështetjes publike dhe nxitjen e transparencës. Nga ana e saj, komisionerja Marta Kos vlerësoi procesin e arritur nga Shqipëria dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të reformave, duke rikonfirmuar se procesi i zgjerimit mbetet një proces i bazuar në merit.